Ky dokument hap rrugë edhe për bashkëpunime të ndryshme në fusha të ndryshme, në veçanti për të përballur me kërcënimet dhe rreziqet moderne që kërcënojnë sigurinë e përgjithshme globale dhe regionale, e që janë edhe kërcënimet hibride, por edhe të tjera. Një deklaratë çel si parin i bashkëpunimi më të thellëtar dhe kemi marrë nga partnerë dhe aleatë të ndryshëm edhe shprehje interesi ditët e fundit për aleatë të tjerë që t'i bashkohen kësaj iniciative. Por këto tani duam që t'i përmirësojmë edhe t'i përfuqizojmë dhe të ndajmë eksperiencën tonë të shtetit si Kroaci dhe të japim eksperiencën si pjesë e NATO-s dhe Bashkimit Evropian. Funksionimi i këtij bashkëpunimi nuk do të jetë asnjë rast kërcënimi i askujt, mirë po gjithashtu është një mesazh për gjithë ata që guxojnë të kërcënojnë sigurinë, paqen dhe stabilitetin në Ballkanin Perëndimor, por edhe sigurinë e vendeve tona, që 3 vendet tona të cilat ndajnë vlera të përbashkëta dhe interesa të përbashkëta janë të bashkuara për të përballur me çdo kërcënim dhe rrezik që synon destabilizimin e regionit. Përveç kësaj, normalisht që rëndësia e këtij bashkëpunimi shtrihet edhe në rrafshe tjera që u theksuan më herët nga të dy ministrat, veçanërisht në aspektin e industrisë së mbrojtjes, shkëmbimit të personelit në aspektin e trajnimit dhe edukimit. Një ndër pikat kyçe të këtij dokumenti është që Kroacia dhe Shqipëria bashkërisht do të angazhohen në vazhdimsi për mbështetjen e Kosovës në proceset e saj të integrimit euroatlantik. Përveç tjerash, gjithashtu, ky dokument hap rrugë edhe për bashkëpunime të ndryshme në fusha të ndryshme, në veçanti për të përballur me kërcënimet dhe rreziqet moderne që kërcënojnë sigurinë e përgjithshme globale dhe regionale, e që janë edhe kërcënimet hibride, por edhe të tjera. Edhe hap rrugë që edhe vendet tjera t'i bashkangjiten kësaj përpjekje tonë të përbashkët për paqe, stabilitet dhe më shumë siguri. Deklarata përkthen në fakt jo vetëm një vullnet politik, por gjithashtu disa prioritete që ne ndajmë së bashku. Kryesisht ka të bëjnë me rëndësinë që 3 vendet tona japin ripërtëritjes, ringritjes industrisë ushtarake, me nevojën që në këtë shtyllë të sigurisë kombëtare të vendeve tona ne të bashkëpunojmë edhe më thellë, edhe më gjerë. Pika e dytë ka të bëjë me bashkëpunimin që forcat tona të armatosura duhet të zhvillësojnë, qoftë nga këndvështrimi i stërvitjeve, që nga këndvështrimi i modernizimit kapaciteteve, dhe besoj se edhe Shqipëria dhe Kosova kanë këtu çfarë të mësojnë nga një aleat i vyer si Kroacia. Një deklaratë çel si parin i bashkëpunimi më të thellëtar dhe kemi marrë nga partnerë dhe aleatë të ndryshëm edhe shprehje interesi ditët e fundit për aleatë të tjerë që t'i bashkohen kësaj iniciative. Për shkak të gjeopolitikës, duam të kemi bashkëpunimin lidhur në situatën e cila po ndodhet në rajonin tonë, duke pas parasysh rrezikët të cilët janë prezente dhe situatat që po ndodhen në Europë, por duke ju referuar dhe Ukrainës, pa diskutim që jemi duke menduar edhe për të kaluarën tonë, e cila nuk është shumë e largët, dhe një informacion të cilin e kemi nga e kaluara dhe na jep një mundësi për të menduar, kemi marrë vendimin që të kemi një bashkëpunim ndërmjet të 3 shteteve, një bashkëpunim i cili do të bazohet sidomos tek bashkëpunimi dhënies ndihmës tek pjesa e zhvillimit të industrisë së mbrojtjes, ndryshimit të përmbushjes të gjithë marrëveshjeve të cilat kemi përmosur deri tani dhe i kemi pasur në nivel shumë të lartë, por këto tani duam që t'i përmirësojmë edhe t'i përfuqizojmë dhe të ndajmë eksperiencën tonë të shtetit si Kroaci dhe të japim eksperiencën si pjesë e NATO-s dhe Bashkimit Evropian.